Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit prill për shenjën e dashit. Desh gjatë prillit nga data 1 deri me datë 20, shumë planete do t'jenë në shenjën tuaj. Dhe këtë jo vetëm që do ta ndjeni ju, po do ta ndjejnë të gjithë në shkallë globale, sepse do të dëgjojmë që gjatë prillit situatat konfliktuale në vende të ndryshme të botës do vinë duke u përkeqësuar. Mund të shikojmë edhe shpërthime në disa vende, mund të shikojmë situata ku populli rebelohet ose lufton sistemin, revolta, energjia e dashit lidhet me luftë, lidhet me armë, lidhet me mjete të mprehta, me aksidente, më shumë. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm të gjithë, ju po, se ju vetë do jeni do keni më shumë energji gjatë kësaj kohe, do jeni nga njëra anësh pozitive sepse ju bën më të vendosur, ju bën më të guximshëm, ju jep atë besimin në vetvete që do t'ja dilni mban për gjithçka, por ju bën edhe nervoz, ju bën edhe të nxitoheni, ju bën edhe më të gatshëm për të debatuar, për të konfliktuar me të tjerët. Ne do të filloj me qetësi prilli, sepse fillon me një hënë të plot me datë 2 prill, dhe kjo hënë e plot është në peshore, do t'ju prek pikërisht tek marrëdhëniet dhe do të ndikoj në dy forma për deshët. Për disa, nëse keni një marrëdhënie që ka pasur konflikte të vazhdueshme më përpara, ju mund të zgjidhni veten tuaj gjatë kësaj hëne të plotë. Pra, për shumë ata që kanë pasur biseda, debate, diskutime, problematika të ndryshme, mund të ndaheni rreth hënës së plot, sepse është në peshore dhe është ajo energjia që gjithçka vjen një moment ku të mblidhet çdo gjë, arrin kulmin dhe thua nuk duroj dot më, do kërkoj lirinë time, do ndjek ëndrat e mia, do ndjek dëshirat e mia, nuk dua të jem nën rregullat e askujt, një dëshirë për të qenë të lirë, edhe pse mund të jetë një fillim nga zeroja për disa desh, prap ju e keni këtë si intensitet brenda vetes tuaj për të shpërthyer në këtë kohë. Për të tjerë, nëse jeni single, janë gjasat e një njohje shumë pozitive, shumë të bukur, e një personi që ju kupton. Gjatë hënës së plot mund të ndodhë një klik i menjëhershëm me dikë që ty të pëlqen, të tërheq dhe krijon një lloj emocioni të menjëhershëm, një lidhje intensive dhe një lidhje që mund të sjellë përveç dashurisë, mund të sjellë edhe diçka tjetër në jetën tuaj. Pra mund të jetë një mundësi e mirë ose për t'u larguar, mund të jetë një njohje me një person që jeton në një vend larg, mund të jetë një opsion që duke shkuar me këtë person ose duke filluar një lidhje dashurie me këtë person, ti mund të shkosh atje ku jeton personi dhe t'ja fillosh jetës nga zeroja, nga e para. Pra do të dalë një mundësi në javën e parë, desh që ka të bëj me ëndrat e tua, që ka të bëj me dëshirat e tua, po që të vjen nga një person tjetër. Mund të jetë një person që ti e njeh, mund të jetë një person që ke një raport dashurie, mund të jetë një person që ke një raport pune, do krijohen rrethana në atë formë që do të duhet të marrësh përsipër një lloj risku edhe të hidhesh edhe ta provosh fatin. Java e dytë do të jetë një javë me tensione, do jetë një javë konflikti, do keni një lloj debati, do keni një lloj mosmarrveshje me dikë, duhet jeni më shumë të tjerët duhet jenë të kujdesshëm me ju sesa ju me të tjerët, sepse me datë 9 prill, Marsi, planeti që udhëheq, futet në shenjën tuaj, në dash. Ktu do të jetë edhe ajo pjesa kulminante që ju thash që do ta dëgjojmë edhe në shkallë globale javën e dytë, që do ketë më shumë konflikte, do ketë edhe probleme më shumë që lidhen pikërisht edhe me tensionet që po dëgjojmë në këtë kohë rajonale. Po në aspektin individual për deshët ju do debatoni me dikë.
do grindeni, do debatoni me dikë, mund të jetë një person që ju nuk keni besim, një person që ju ka bërë një padrejtësi, një person që ka dashur të përfitoj diçka nga ju, po do jeni shumë të prerë, do t'i thoni, do të vendosni pikat mbi i, ju do dilni të fituar nga kjo situatë, pra ti do arish ta mbrosh veten tënde apo të mbrosh se mund të jetë edhe një situatë ku ti lufton për të mbrojtur dikë tjetër, një person të familjes ose fëmijën ose dikë që ti e ke shumë për zemër që ti lufton për ta mbrojtur të drejtën e këtij personi. Megjithatë, mund të arrijë deri në dhunë, deri në agresivitet, kjo si energji, kështu që bëni kujdes, mundohuni të përmbaheni, sepse jeni shumë të euforik, jeni shumë shpërthyes desh, nuk keni filtra fare në këtë kohë. Diçka të thot një person mund të jetë edhe një gjë banale për dikë, mund të jetë një konflikt që fillon nga hiçi për një vend parkimi, për me një fëqinj, me një komshi, për diçka mund të fillojë në një mënyrë shumë të rëndomtë, mund të kalojë deri në përleshje ose deri në agresivitet. Prandaj u thash sa më të qetë, aq më mirë do të ishte. Java e tretë do të jetë një javë ku kemi dhe hënën e re në shenjën tuaj. Për ju shënon fillimin e vitit për ju, sepse është energjia, jeni pikërisht kush e ka ditëlindjen në prill, sidomos deshët që e kanë ditëlindjen në prill, po edhe nëse ti e ke pasur, e ke kaluar ditëlindjen në mars dhe je në sezonin tënd akoma, është mirë që ta shfrytëzosh këtë energji të hënës së re, sepse ndodh një herë në vit që të jetë hëna e re në shenjën tënde. Shfrytëzoje për të menduar se çfarë të duhet në aspektin emocional, çfarë planesh, çfarë synimesh ti ke për veten tënde për vitin, për këtë vit, pra, duke filluar nga marsi, nga ditëlindja jote deri ditëlindjen tjetër. Kjo që nuk ka të bëj me personat e tjerë, që ka të bëj vetëm me dëshirat e tua, përdore si kohë meditimi, si kohë reflektimi, si kohë për të manifestuar. Pra, ti vetë si dash, çfarë do doje që të realizoje? Çfarë do doje? Do doje për shembull dua që këtë vit të jem më në formë, dua që këtë vit të kem më shumë durim, dua që këtë vit të kem një produktivitet më të lartë në punë, po edhe me gjëra të tjera që duhet mbaroj. Dua që këtë vit kursej para më shumë, të kem kujdes mos shpenzoj kohë. Këto synime që ti i vendos për veten tënde, se ju shoh shumë të paqartë, energjia e javës së tretë më tregon që jeni shumë të shpërndarë në drejtime të ndryshme, impulsiv, keni një situatë, keni dhe Mërkuri me datë 15 futet në shenjën tuaj në dash, dhe Mërkuri në dash është një pozicion që ju bën që të mendoni shumë, por në të njëjtën kohë të mos dish se çfarë do saktësisht. Dëgjon një gjë tjetër, dikush thot këtë, dikush thot diçka tjetër, mundet edhe të rrëmbeheni, edhe kjo duhet pasur kujdes që mos të niseni nga ato gjëra që do dëgjoni, siç ju thash, në fazë globale, në media, në gjithçka, edhe të rrëmbeheni, të merrni vendime ekstreme, hajt po largohemi nga këtu ku jemi, po ikim në një vend tjetër sepse do ndodh diçka, mos na zër problemi këtu t'ikim, edhe të merrni vendime radikale, siç mund të jetë shitja e banesës tuaj, apo të shpërnguleni duke sjell pasoja të tjera. Kështu që mendojeni gjërat me qetësi, analizojeni gjërat vetë, ti çfarë ndjen që është më e mira për ty, jo çfarë dëgjon së jashtmi, atë zhurmën, atë të gjithë ngarkesën e madhe që mund të mbledhësh nga të tjerët dhe nga ambienti dhe nga gjithçka, po çfarë ti ndjen së brendshmi që është më e mira për ty dhe çfarë synimesh, planesh do t'i vendosësh vetes. Kjo do të jetë shumë e rëndësishme. Prandaj
edhe nga orakulli i gurëve dhe i kristaleve, kristali që unë rekomandoj, guri që rekomandoj për ju, pikërisht për muajin prill, është hematiti, ose siç quhet ndryshe oksid hekuri. Hematiti lidhet me si gur, lidhet pikërisht me shenjën tuaj të dashit dhe ju ndihmon që t'jeni me këmbë në tokë, ju ndihmon që t'jeni të fokusuar. Prandaj mesazhi thot qartë, e ardhmja është produkti i vendimeve dhe zgjedhjeve të tua në të tashmen. Mos u nxito. Zjarri që ju keni kaq shumë dhe që të gjithë do ta ndjejmë këtë zjarrin e madh të prillit, ose mund të jetë shumë i dobishëm dhe esencial, sepse me zjarrin ne ngrohemi, me zjarrin gatuhem, me zjarrin na ndihmon për shumë gjëra, ose mund të digjet kot edhe të krijojë dëme të mëdha. Prandaj oksidi i hekurit, prandaj hematiti. Hekuri ju mbledh, ju bën që t'jeni më të përqendruar, më të fokusuar, që të ndjeheni më të ekuilibruar me veten tuaj. Edhe diçka tjetër që është shumë interesante, hematiti konsiderohet si guri i profetit në antikitet, sepse përdorej si një pasqyrë, pasqyrat e hematitit përdoreshin për të parashikuar të ardhmen. Dhe mendohet se të mbash hematitin me vete, në trup, të kesh kontakt me këtë energji, mund të jetë në formën e një byzylyku, në formën e vathve, të ndihmon shumë, të ndihmon jashtëmase për të për pjesën e analizimit të dëshirave të ëndrave të tua dhe për të manifestuar, shërben edhe si një lloj magneti që ti të tërheqësh atë që do. Pra nëse do qetësi, nëse do harmoni, ta sjellësh këtë gjë tek vetja jote, tek realiteti jot, nëse do më shumë para, nëse do më shumë sukses, të ndihmon edhe në këtë aspekt. Nëse jeni të interesuar, byzylykët me hematit, kam gjithashtu edhe vath me hematit, mund t'i porosisni direkt nga website-i im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Dërgesat bëhen në të gjitha vendet e botës. Kurse në javën e fundit, këtu do të jeni më të qetë, do të jeni më të ekuilibruar, sepse do dalë nga data 20 prill, dielli kalon, mbaron sezoni juaj, sezoni i dashit dhe kalon në dem. Kjo ju bën që të jeni, ju qetëson, ju jep një lloj ekuilibri, ju bën që ti mendoni gjërat në mënyrë më racionale dhe më me llogari. Një ditë tjetër që është një data 20, përveç se kemi diellin që futet në dem, kemi edhe Mërkurin bashkë me Saturnin bashkohen në shenjën tuaj, kemi gjithashtu edhe Mërkurin me Marsin që bashkohet po përsëri në dash në shenjën tuaj. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që këto sjelljet e fillimit të muajit, këto momentet impulsive, këto momentet agresive dhe gjitha, do arrini të reflektoni, do arrini që të mendoni duhet të tregoj më shumë pjekuri, duhet të përmbahem më shumë, duhet të kem më tepër ato emocionet e forta, intensive, duhet i frenoj, duhet mendoj në afatgjat, mendoj më shumë me pjekuri, pra do t'ju bëj të reflektoni, sepse Mërkuri ka të bëjë me mendjen tuaj, Saturni ju kërkon llogari, thot përmbahu, tregohu një person i rritur, një person i kujdesshëm, një person me këmbë në tokë, dhe e frenon atë zjarin e madh të Marsit, atë vrrullin, atë euforinë, do bëj këtë gjë tani, të nxitoj, të bëj këtë shpejt, marr një vendim shpejt, sepse do t'ju duket sikur do të ndodh hataja dhe duhet gjërat të ndodhin shpejt, po jo, qetësohuni sepse nuk do të këto vendimet e forta, këto vendimet e shpejta do të sjellin pasoja të tjera, jo vetëm nga çfarë ndjeni për momentin apo nga çfarë dëgjoni me të tjerët, nga informacionet që do të qarkullojnë, nga gjithçka. Shikoni rreth vetes tuaj, a jeni mirë në familje? Kjo është
gjëja ose mesazhi më i mirë që mund t'ju jap, shikoni, t'jeni mirë në familje me personat që ju i keni afër, t'jeni të qetë në punë, t'jeni mirë me rrethin tuaj. Kjo ka rëndësi, mos u rrëmbeni, mos u alarmoni më shumë se ç'duhet. Dhe e mira do ishte që t'regoni pak më të kujdesshëm, mos shpenzoni më shumë se ç'duhet, udhëtimet tregoni selektiv, nëse doni të bëni pushime, mendoni të shkoni diku që është afër, do t'ju rekomandoja gjatë gjithë 2026-s të qëndroni afër në qytetet ku jetoni, jo udhëtime të largta që mund të keni problematika të ndryshme në linjat ajrore, që tani po e shohim këtë gjë, po do të vazhdoj edhe më tej, kështu që aty ku jeni, nëse situata është e qetë, nuk ka probleme, shijojeni vendin ku ju jetoni, se mund të ketë gjëra shumë të bukura që ndoshta nuk i keni parë, sepse me këtë idenë për të udhëtuar, për të shkuar diku larg, ndërkohë që mund të ketë ambiente dhe mund të zbuloni që dhe vetë qyteti apo shteti ku ju jetoni, që mund të lëvizni me makinë ose mund të jetë edhe afër me mjete të ndryshme të transportit publik, mund të ketë perla dhe mund të ketë vërtet diçka të veçantë. Prandaj merreni me qetësi prillin, kjo do të jetë më e rëndësishmja. Okej, Desh, unë ju uroj gjithë të mirat, ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem i jepni një like, një koment. Mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe që mos u mbisni videot e ardhshme, dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online direkt nga websajti im në www.goldentrutherald.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video. Ju uroj gjithë të mirat dhe bashkë të dëgjohemi në videot e ardhshme. Mirupafshim!